shumë në Kosovë. Është e shtrirë gjatë, është e shtrirë gjërë, dhe e vetmi element është që këta njerëz të fillojnë të ndërgjegjësohen për atë detyrë të madhe që kanë parë qytetarëve të tyre. Ben, sa mendon që do ndikojë gjithë kjo çfarë është prodhuar këtu në 9 muaj në rezultatin e vetëvendosjes? Pra, do ta ul apo do ta rrisë vetëvendosjen? Si e sheh? Besoj që do qëndrojë në vend. Vetëvendosja ka bërë një gjë të madhe me zgjedhjet lokale, ja u kam thënë që është shtrirë më shumë në bazë, ndërsa më përpara shtrirja e tyre ishte shtrirje vertikale. Në momentin që po flasim, ata kanë një lloj shtrirje horizontale, që do thotë masa e njerëzve tashmë i beson më shumë diskursit nacionalist dhe diskursit shtetformues të vetëvendosjes, por në konceptin e vetëvendosjes, se sa pjesës europianiste të LDK-s, më pak të PDK-s dhe partive të tjera të vogla. Sepse ata po e shikojnë realisht që Europa i ka bllokuar, ndërsa vetëvendosja të paktën luan me karta shumë të thjeshta para njerëzve. Besoj që do qëndrojnë ato nivele që janë. Por kjo do të thotë pastaj që sërish do të jemi në një situatë. Ti the me frikën e anarkisë. Okej, do jetë anarkia, por flas në rezultate elektorale do jemi në këto shifra, plus minus. Keni parasysh që tashmë në lojë ka hyrë një aktor tjetër, që është Zoti Hamza, dhe Zoti Hamza e njeh më mirë shtetin se sa paraardhësi ti. Dhe unë besoj që qoftë për pjesën e shkërmoqjes së PDK-s, ju e dini PDK-s tani po i humb një kaos shumë e madhe, siç është miti i luftës. Ju e dini që miti i luftës tashmë në Kosovë po thjeshtëzohet jashtëzakonisht. Duhet të gjej alternativa të tjera, për elektorati që ka ata, nuk është elektorati LDK-s, që është elektorat i elaboruar, i kulturuar dhe elaborat që e njeh shtetin. Elaborati PDK-s është ajo që ata presin të themi të luajnë akoma me pjesën patetike të luftës, me ato marifetet që bënin me emrimet dhe tjera. Dhe prandaj po them që Zoti Hamza, duke njohur mirë shtetin, sepse ka prekur shtetin në instanca të ndryshme, si funksionar, do di të bëj aleancat që të kaloj nga ky ngërç. Okej, por pra ti sheh një rritje të PDK-s në këtë zgjedhje, pra vetëvendosja qëndron në njëjtë. Unë shoh që apo një maturim. Unë shoh që PDK-ja t'i japi dorën vetëvendosjes. Dhe të kërkoj që të marri pjesën e vetë në pushtet, sepse Zoti Hamza i duhet një pjesë identifikimi si kryetar tani, ndërsa Zoti Abdi Xhiku po mendon që ta ringrej LDK-n hap mbas hapi dhe Zoti Abdi Xhiku beson akoma ke trashëgimia shumë e madhe e Rugovës dhe sidomos ke besueshmëria e bazës së tij. Por Zoti Abdi Xhiku harron që njerëzit duan lidera të cilët fitojnë, duan njerëz me vizione të cilët çojnë përpara ide, ndërsa opozita në Kosovë është kaq shumë e përçarë, sa që të vetmet iderat të tyre janë iderat e përçarjes, jo iderat e bashkimit. Dhe kjo ka për t'i kushtuar shumë Zotit Abdi Xhiku. Në kupton, nga ana tjetër, nisma me AK-n, i kanë rrugë të ndara beson. Pra, Haradina e Melimaj nuk besoj se kanë më pikë, nuk ka më pikë aktimi. Pikë takimi. Vetëm që keni parasysh një element shumë të madh, që në politik nuk thuhet asnjëherë kur, dhe janë interesat që prevalojnë mbi këto hatërmbetjet e vogla. Dhe duke qenë dy njerëz që e njohin shumë mirë shtetin, unë besoj që ata do gjejnë gjuhën e para për mbijetesë, sepse i duhet mbijetesa politike, paçka se partitë e tyre ngjajnë pak jo në fuqi, po ngjajnë pak në organizim ish LSI-s në Shqipëri, që janë parti gati ku Zoti Limaj dhe Zoti Haradina janë individë të cilët nuk AK-ja arriti të ruaj 5 komuna dhe nuk është pak, ë? Patjetër, po keni parasysh ruajti komunat ku është shumë e madhe trashëgimia e pjesës të themi të lidhur me luftën dhe ajo pjesa patetike e tyre, po keni parasysh që kjo nuk mund të shkojë pafundësisht.